Unë jam Eqrem Berisha, me profesion aktor. Kom vendos më ardhë mi ba transplantin e flëgve apo mbjellin e flëgve të quajmë në klinikën Trandevu. Është klinika që më ka binë mas shumëti, kam shku shumë klinika, kam marrë informata, kam pa edhe rastin e mbjellive krejt, po një staf profesional, naturaliteti që është loja kryesore që më pëlqen mas shumëti edhe du. Rritja, konsultimi, gjitha kanë qenë mënyra ma profesionale që unë kam hasë ndonjëherë dhe më bindi, thjesht më binda. Se du një zëtë, balë ma qëtë. Ja. Qaj qeli, që qeli, fiksionin qenë tash në Trandevu e largan, e hjek. So mi du flëk të mdoja, më pas flëk të nësojt këllosh. Edhe herë po du më kësimë një, morinu, se ja. Unë e mu i me full ton ditën, pa problem, po nuk kam ku. Se tash kam e një operacion, mi mbjell flëk, në thot me bo transplantin e flëkve, ju që keni ku, mere kamerën, në përcjell dhe në pikin e fundit. Absolut së më pengat, për kundrazi dhe që knasme. Unë e jeca, i vështanin, dhe letë. Thanë, piti jeki flak. Thash, jo, në kjep në atësim të kanë mu. Edhe unë jeki dhe të kojnë, 1, 2, 3.